Kon të kaluar gjalli rrugët, domethënë pa u kon të ardhur pishpisa dhe me bicikletë. Kam shu domethënë mëngjes, kerre. Vesh I kam shu dhe ka ik. Ai gjalli as kam s'ka levrit, as dur as kur gjën zënë si më kon I def. Kam po, ma shumë të që ky më ai vogël vallai më kallzu drejt, më ka kall këtë më ka thënë. Domethënë konta kështu të beterina, dal domethënë konta të bordhogit. Pas ç'a më bës, s'po dal. Ilaçet po do shrajt. 2 muaj më parë familja Hasani mori një lajm të rënd. Djali I tyre 10 vjeçar u aksidentua në qendër të qytetit dhe sipas tyre personi që shkaktoi këtë aksident iku nga vendi I ngjarjes. Aktualisht gjendja e voglushit është e rënd. Për këtë do të na flas Ramadan Hasani, I cili është babai I tij. Zoti Hasani fillimisht apo na tregon se çka ka ndodhur ditën kritike. Domethënë dilën I kam shu domethënë mëngjes, kerre, djalit tonë të lan fush Kosovë, samafora. Ora 9 I kam shu mëngjes, as kena ditë as gjë s'kena ditë sen. A u kon të kalu rrugën djali apo çu? Po, kon të kaluar djali rrugën, domethënë pa u kon të ardhur pishpisa dhe me bicikletë. E tani kur morëm vesh ora 9 mëngjes I kam shu, as kena ditë sen kur gjë. Deri ora 11 ditës. Ora 11 ditës kur na marr vesh pak, atë që I thani kam shu një gjallë kerre. As kena ditë atë fort domethënë. Për kom po bëj fjalë, se keni ditë. Për Elvis Hasan, për gjallë. Dhe ora 11 domethënë s'kena ditë asen. Kur shkonëm te mjeku këtu na bollon te na, e kanë marrë mjek, e kanë kthyer, tha ne kena marrë tani gjallë, kena çu direkt për spital, atë në Prishtinë emergjencë. Ai gjalli tha kur qysh nuk ka, s'kuna më kon rast vdekje, tha s'po di mas ç'është ka emrin as tek. Ai gjalli as kam s'ka levrit, as dur as kur gjën zënë si më kon I dekt. Anca te me mjek to kontrollu mjek sene. E vetë shumë mjek, thashin mjek, tha s'po dim tha as na tha deri nesër tha në Arnan që këtë gjallë, a nuk Arnan, se... Për shkak se ka pas gjendjen kritike? Po, e ka po, domethënë shumë katastrofë, kon. Gradualisht mandej ka fillu me marrë vetën, po a e dini personin që ka shkaktuar aksidentin? A u largu prej vendin ngjarjes, çka ka ndodhur? A ditë kur I kam shu gjallit, që më ka tregu gjalli ky vogël se kur I kam shu gjallit, atë në atë moment u koni nxehtë, edhe atë u çu tani. E ka tha, unë kerën tha e kom pa tha bob. Elvisi, domethënë djali. Po Elvisi. Tha kon ka rrezik, tha dhe ka ik. Tha mo kur ka pa që ik, I tha dhe mos kom ujt, tha më kanë mirë mend, tha më zru, tha dhe mos sa kom ditë veten hiç. Po personi që ka shkaktuar këtë ngjarje, a ka dalë prej kirrit me pasën çfarë gjendje është djali? Jo, hiç ka dalë, hiç. Vesh I kam shu dhe ka ik. A djali mbasi u kon atë moment në nxehtë domethënë, u çua din për më nis shtëpie, e ka pa kerr domethënë, tha kom pa tha kerrin I zi tha kon. Edhe ka ik tha te poshtë atë te poshtë, u ik tha dhe s'kom pa tha më. Kur gjatha vesh më kanë mirë mend, edhe më zdrubon. Po tregova që aksident, domethënë që kjo ka ndodhur te një zonë ku janë semaforat, edhe po besoj që në atë zonë ka edhe kamera të sigurisë që kanë mujt ndoshta me I marr këto momente. A një informu prej policisë ndoshta kanë mujt me identifiku personin që ka shkaktuar këto? Na domethënë atë edhe kamera ka normal ka, po na s'kena muç atë moment se ç'më thonë na kon këtë tirtollashur se kur kena pa çet gjën s'kena as atë. Po jeni marrë me djalin, më shumë po në spital domethënë te djalit sa. Po a keni komunikuar me policinë me di deri se çfarë masa kanë marrë deri ku ka shku procesi? Po policia domethënë në dokumentat policive, domethënë I kena në këtu në shtëpi, që emrin e atij person te kam atë dokumenta, domethënë këtë komplet. Dihet domethënë ku shkojnë. E kam, ama domethënë çat person hala si na mirë kur gjojsh. As më për shkak me buadin ndaj pagesë, domethënë çka shkojnë në mjek, domethënë që japin barna sana. As nuk ju ka ndihmuar as me pagesë, as s'ka me pas në çfarë gjendje është djali as kur gjë. Më tregova që ngjarja ka ndodhur muaj ngusht, çfarë gjendje është tash djali? Alosh, domethënë me dur vetë aksi sana nuk kanë. Domethënë ala ka nevojë, domethënë kryet pi ka dhimbje, domethënë pi kreje, domethënë pi dorë ka dhimbje. Edhe ankoh domethënë po vjen keq atë më shprehje, domethënë pi veti, domethënë pa ankoh shumë. E tash prafërsisht nuk e di desa thonë mjek, tash te kontrollat I kemi apo. Sa shoqja ka marrë 50 euro, ka marrë domethënë vetëm barna. Unë s'po kam atë çish më marrë çto barna të san se ku po të shtoj shumë. Çaj person domethënë që kam shumë, më kon atë që lamrohet, atë më lamru me kërku falje, më bash çto barna s'ka shkojnë për gjallë sene. Na shta ja kisha fal. Po ai më lamru s'po lamru asaj, as familja tynve. On për bez për ashtu nuk ja fali kur. Tregove që keni të vështirë dhe me siguru ilaçet, a është dikush në familje që punon ose çysh po mundin mi dalë që të paktën çto ilaçe me I ble? Vallahi po të kallzoj drejt, çaj gjallë që ke më herë të I madhi, gjalli jam, domethënë konta kështu të beterina, dal domethënë konta të bordhogit. Pas ç'a më bës, po dal, ilaçet po do shrajt. S'pa ka tani po më limojnë atë shok të mi ka pak atë që shtot ka pak, po ata tavalloj s'po kanë. Domethënë me atë sa mundet djali më siguru prej që mundet me gjetë në kontinjera dhe me I shiq ato sane që I gjen.
Po, edhe unë kisha lutë, unë kisha bërë edhe një ankesë, për shem nëse e shohin krejt këtë video, që ai person që jam shu, domethënë djalit, ja se familja që atina personit, më lemru. Sa ata s'qysh mi kam shu kerët, domethënë djalit, as u lemru, as me arë, domethënë me kërku falje, kur çfarë problemi hiç. E unë që tas s'po di çetë ç'a më ju thonë. Djali shumë e kam smut, pikres, pankot, dorën, që dorën, domethënë e ka pak a din do marrë të durve knesa, mjekët më ka thonë sa ka më shku një farko kogja, do bana kam i pi deri 2 vjet. Mas 2 vjet e palet, domethënë çka na thënë mjekët. Po për juve si prind, kjo sa është e vështirë, po pse që Vallai është ball, vallai ball. shumë sfiduese. Shumë keq. S'po di ç'a më thonë çetë. Se keni edhe fëmijë tjerë për cilë duhet me u kujdes. Po, ka edhe qerë të mi, kam, po. Ma shumë ti që ky ma i vogël, vallai më të kallzu drejt, unë ka kallë këtë, unë ka trani. Po të kallzoj, se e du shumë, po të kallzoj drejt.